Fryti i së vërtetës. Fjalët e Elohimit në zemrën e dikujt. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. 21. Fryti i së vërtetës. Zemra, hiqni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjini tokë të mirë, mbyllni farat e së vërtetës dhe jepni fryt duke kultivuar të vërtetën. Rikthimi i tokës. Gjeni të pavërtetën që Bibla thotë të hidhni ose të mos bëni, hiqeni nga zemra dhe bëjeni tokë pjellore. Mbjellja e farave të së vërtetës. Gjeni të vërtetën që Bibla thotë të ruani dhe mbyllni farën e së vërtetës në arën e zemrës të bërë me tokë pjellore, kultivoni atë dhe jepni frytin e së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Projekti. 1. Projekti, hidheni. 2. Projekti, mos e bëj. 3. Projekti, mbaje. 4. Projekti, bëje. IV, projekti, bëje. Nxirreni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjeni tokë të mirë. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. Kolosianëve 3:5. Bëni, pra, të vdesin gjymtyrët tuaja që janë mbi tokë, kurvërinë, ndyrsinë, pasionet, dëshirat e këqija dhe lakmin, që është idhujtari. Kolosianëve 3:12. Vishuni, pra, si të zgjedhur të Perëndisë, shenjtor dhe të dashur, me dëmshuri të brendshme, mirësinë, përulësinë, zemërbutësinë dhe me durimin. Kolosianëve 3:13. Duke duruar njëri tjetrin dhe duke falur njëri tjetrin, në qoftë se dikush ankohet kundër një tjetri, dhe si kundër Krishti ju ka falur, ashtu bëni edhe ju. Kolosianëve 3:14. Dhe, përmbi të gjitha këto gjëra, vishni dashurinë, që është lidhja e përsosmërisë. Kolosianëve 3:15. Dhe paqja e Perëndisë, për të cilin ju u thirrët në një trup të vetëm, të mbretërojë në zemrat tuaja, dhe jini mirënjohës. Kolosianëve 3:16. Fjala e Krishtit banoft në ju me begatinë e vet, në çdo dituri, mësoni dhe këshilloni njëri tjetrin me psalme, himne dhe këngë frymërore, duke kënduar Zotit me hir në zemrat tuaja. Kolosianëve 3:17. Dhe çdo gjë që të bëni, me fjalë a me vepër, t'i bëni në emër të Zotit Jezus, duke e falënderuar Perëndin atë nëpërmjet tij. Kolosianëve 3:18. Ju bashkëshorte, jini të nënshtruara bashkëshortëve tuaj, ashtu si ka hije në Zotin. Kolosianëve 3:19. Ju bashkëshortë, duajini bashkëshortet tuaja dhe mos u bëni të ashpër ndaj tyre. Kolosianëve 3:20. Ju binduni prindërve në çdo gjë, sepse kjo është e pranueshme për Zotin.